Ajo që dihet nga rezultatet preliminare është që edhe mi po bashk për të kyhin edhe le të kyhin, nuk pojnë sa vetë vendosja jonë. Nuk kemi pas asë një takim me asë një prej partive politike në Kosovë, sidomos nuk kemi pasur takim me partinë në pushtet. Pas ditën e 27 marsit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit, duke i hapur kështu rrugën formimit të institucioneve të reja. Certifikimi bëhet pasi kanë kaluar të gjitha fatet e ankesave të partive dhe kandidatëve për deputet në panel, për ankesa dhe parashtresat për në Gjykatën Supreme. Procedurat për formimin e institucioneve të reja janë të parashikuara në kushtetut dhe ligje të tjera. Fillimisht para se të certifikohen rezultatet, anëtarët e qeverisë aktuale të udhëhequr nga Albin Kurti, që kanë fituar votat e mjaftueshme për postin e deputetit, sipas ligjit për qeverinë duhet t'i japin dorëheqje para ditës së certifikimit. Partia Albin Kurtit Lëvizja Vetvendosje është fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Menjëherë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, hapi i parë nuk është formimi i qeverisë, por ai konstatimi të përbërjes së re parlamentare. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani duhet që brenda 30 ditësh të thërrasë seancën në kuvend. Gjatë kësaj seance, deputetët e rinj bën betimin dhe më pas zgjidhen kryetar dhe nënt kryetarët. Posti kryetarit të kuvendit i takon partisë së parë në zgjedhje, në këtë rast Lëvizja Vetvendosje. Sa kaq partitë të mëdha politike propozojnë një kandidat për nënt kryetar, por dhe deputetët e Komisionit Serb dhe ata të komuniteteve jo shumicë duhet të propozojnë nga një deputet për postin e nënt kryetarit. Në këtë periudhë, presidenti Osmani, sipas ligjeve, obligohet të nominojë partinë fituese si mandatare për formimin e qeverisë së re. Kabineti qeveritar i propozuar duhet të sigurojë votat e 61 deputetëve sipas rezultateve përfundimtare të shpathura nga KQZ-ja më 15 mars. Lëvizja Vetvendosje ka fituar 42.30%, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 18.27%. Në vendin e 4 është koalicioni mes Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismja Social-Demokrate me 7.06%. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ka siguruar 4.26% të votave. Me këto përqindje, Lëvizja Vetvendosje ka siguruar 48 ulse në kuvendin e Kosovës, PDK-ja 24 karike, LDK-ja 20 vende, lista serbe 9 vende dhe koalicioni AAK 8 vende. Pra i bie që asnjëra parti nuk mund të formojë vetëm qeverinë, por për ekzekutivin e ri do të duhet të formohen koalicione. Sa i përket koalicioneve, Lëvizja Vetvendosje ka thënë se preferon të formojë qeverinë me partitë jo shumicë, të cilat kanë 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës. Partitë e mëdha shqiptare po ashtu janë shprehur kundër bashkëpunimit me ekzekutivin e ri të Lëvizjes Vetvendosje, por Kurti ka shprehur bindjen se do të udhëheqë qeverinë e re. Megjithatë, nëse Lëvizja Vetvendosje dështon të sigurojë mbështetjen e 61 deputetëve, atëherë presidenti Osmani është obliguar që brenda 10 ditësh të ftojë në konsultime partitë politike. Pas konsultimeve, është në diskrecionin e saj për të vendosur për mandatin e ri, nëse ai dëshmon se ka numrat për të formuar ekzekutivin. Por nëse qeveria nuk formohet as pas tentativës së dytë, atëherë presidenti Osmani sipas nenit 95 të kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë. Zgjedhjet e 9 shkurtit ishin zgjedhjet e para të rregullta parlamentare të mbajtura në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë. Editoriali Koha Jon.